Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar shikues, Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se vini në emisionin tonë. Sot kemi nderin të diskutojmë për një nga shtyllat më të rëndësishme të jetës tonë, dhe ajo është shëndeti fizik. Trupi i njeriut është një emanet që Allah subhanahu wa taala ka krijuar, ku çdo kozë dhe çdo nyje luan një rol kyç në lirinë tonë të lëvizjes. I dërguar Allah sasam ka thënë, Allahu nuk ka zbritur ndonjë smundje vetëse ka zbritur edhe shërimin e saj. Dhe thot, duke na nxitur kështu të kërkojmë mjekim apo të marrim terapi. Bile jo rastisht edhe Imam Shafiu rahmetullah alej ka thonë se dy gjëra njerëzit i kanë braktisur dhe ajo është gjuha arabe dhe mjekësia. Po ashtu me një vend tjetër, thot Imam Shafiu rahmetullah alej, nuk njoh ndonjë shkencë tot pas halalit dhe haramit përveç se mjekësia. A që ka dhënë rëndësi mjekësisë Imam Shafiu, sa që ka thonë, ai po ashtu thot, se njerëzit e thjesht kanë haruar një të pestën e dijes. Një pesta e dijes, vllazni të nderuar, është mjekësia. Sepse pa një trup të shëndosh ti vllai nderuar dhe motër e nderuar, nuk mund ta bësh adhurimin si duhet. Për të folur mbi mrekullinë e lëvizjes për kujdesin ndaj sistemit kockor dhe për sfidat e ortopedisë moderne, kemi të ftuar në studion ton doktorin e nderuar Haki Selaj. Doktori i nderuar Haki Selaj është prej vëllezërve tanë, prej mjekëve ortoped dhe specialist dhe është profesionalist në fushën e tij. Po ashtu rrjedh nga një familje që edhe babai i tij është kardiolog. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit, ju përgëzoj për emisionin, gjithashtu ju falenderoj për ftesën. Para se të hym doktor tek tema, kisha pas dëshirë që një CV të na tregoni rreth biografisë tuaj personale. Po atëherë, ashtu si përmenda, unë jam Haki Selaj, fakultetin kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës, pastaj kam vazhduar me specializim, e kam marrë ortopedin, një pjesë të specializimit kuptohet e kam përfunduar këtu në Prishtinë, kurse një pjesë kam pas fatin që ta realizoj jashtë Kosovës, për saktë në Gjermani, në Zvicër dhe në Turqi. A mund të na bësh një lloj dallimi mes Gjermanisë dhe Turqisë? Nëse kohëve të fundit Turqia, me sa duket ka arrit goxha. Pyetje e mirë, po përgjigje e vështirë për mu përgjigj. Unë kam pas fatin ashtu si përmenda që të bëj disa fellowship në klinikat me renome. Sa zem në Gjermani, kam qenë në Heidelberg, diku 3 muaj. Edhe në Greqi keni qenë? Greqi kam bërë një kurs, po. Një kurs, po. Kursa ajo për më e bukura ka qenë në Universitetin e Bernit në Zvicër. Po. Kursën në Turqi kam qenë Samsun dhe Istanbul, Universitetin në Turqi, Istanbul. Po dallimin kisha thënë kështu, pika të shkurta, kuptohet që zhvillimi ekonomik, arsimor dhe ndoshta teknologjik është më lartë në Gjermani, në Zvicër, për shkak të kostës parave. Edhe aty dallohet, domethënë, investimet janë shumë të mëdha. Në këtë rast teknologjia është më lartë se sa ta zem në Turqi, dhe e dyta kisha thonë që është preciziteti, shumë është më preciz. Këtu shumë shkurt do të kisha përmend diçka interesante. Udhëtimin tim të parë kam bërë në një qytet në Gjermani, Sigmaringen, realisht qytet i vogël, ndoshta me 60.000 banor, po mjekësia spitali ka qenë shumë i ngritur. Edhe në atë kohë ata kanë bërë para 20 viteve kanë bërë total protest gjurit, total endoprotest gjurit, me navigacion para 20 viteve. Do ta shohësh. Do të thonë, ajo është kosto e lartë navigacioni, po ata para 20 viteve kanë praktikuar këtë. Kurse te ne më vonë ka fillu vetëm proteza, kurse për navigacion akoma nuk kemi menduar. Kjo një dallim i vogël. Atëherë pa humbur kohë, po futemi në temën në të cilën ju kemi thëritur. Çka është ortopedia edhe traumatologjia? A ka dallim shkencash në këtë aspekt? Pyetje e bukur, ortopedia rrjedh fjalë greke, që do të thotë ortos, rregullim, qëndrimi i drejtë, dhe pedia fëmi. Fillim e ka pas kuptimin korrigjimin e deformiteteve tek fëmijët, sidomos këmbëve, shtyllës korrizore. Kurse në kohën bashkore kuptohet ka një kuptim më të gjerë. Ortopedia thotë se fut ndërlidh edhe traumatologjin. Traumatologjia mirret me dëmtimet që i pëson organizmin nga një forcë e jashtme. Këtë rast të ne thyrja kockës dhe jo vetëm, po edhe dëmtimi i indeve të buta. Kjo në pikat shkurta. Po në Kosovë, të ne ortopedi është edhe traumatolog. Do të thotë ne
quhemi ortoped, edhe në licencë kemi ortoped, ndërthurë traumatologjia, po titullin nuk e kemi ashtu. Si më herës, siç ka qenë neuropsikiatria, për shembull, e pastaj ka ndorë neurologjia dhe psikiatria, po, shumë e saktë. Dy klinika të ndryshme apo. Shumë e saktë. Më thonë, mirë po pra, nuk është vetëm kirurgji. Jo, gjithsesi, ortopedia shumë njerëz se mendojnë me traumatologjin operimin, po një gamë e gjëre e patologjive, e smundjeve trajton edhe në mënyrë konservative, që i bie pa skalpel, pa operim. Një pyetje tjetër është dhimbja, siç e dim, është një simptom i shumë smundjeve. Dhe vetëm me një dhimbje ti nuk mund ta diagnostifikosh një smundje të caktuar. Apo, nëse ti e diagnostifikon një smundje shumë më lehtë, pastaj edhe kurimi i saj. Apo, mbas diagnostifikimit ti e jep terapionin, mund ta operon apo ku e diun. Edhe pse kemi dhimbje, për shembull, dikujt i ndodh që me pas një dhimbje për një moment caktuar veç i fillojnë dhimbjet. Apo e ka dhe një lloj plagështie. Po flas për dhimbjet e përgjithshme, apo teshnave, ku e diun të kockave. Më thon, pse ndodh kjo? A ka ndonjë ndryshim në organizëm apo çka është problemi? Po, unë pëlqeva aty ku përmendet që dhimbja nuk është smundje. Se këtu shumë njerëz edhe ngatrojnë e trajtojnë si smundje. Ajo është simptom. Kur organizmi, trupi vuan për një patologjie, për një smundje të brendshme, e shfaq në këtë rast si lloj dhimbje. Unë mund ta shfaq si lloj mpirje, patologjitë e organeve të brendshme, vjellje etj. Si shenje. Është një lloj alarmi, domethënë, apo një lloj mbrojtje ndaj organizmit, po tregon shkurt, apo? Shumë e saktë është kjo. Në lemin ton, dhimbjet janë të trupit, vije pacienti edhe ankohet për dhimbjen e trupit të tërë, poliartralgji, po më shpesh është dhimbja e shpinës, e qafës, e supëve. Dhe kjo, kur flasim për dhimbjen e shpinës, kjo vije si pasojë ne si krijesa njerëzore që ndrojmë vertikal, edhe krahas saj, për shkak gravitetit, forca, pesha bien direkt në korris, sidomos në pjesën lumbare, pjesën e poshtme. Dhe kjo jep një ngarkesë, vazhdimisht një ngarkesë, një lodhje të muskujve, të aparatit ligamentar, shpesh edhe dëmtimi i diskut. Edhe kjo shpije deri tek një dhimbje e korrizit. Por në general, në një gjendje inflamacioni në organizëm, për shkak qëndrimit keq, jetë sedentare, keq ushqyeshmërie, pastaj mungesa e vitaminave, vitamina D3, magnezium etj, shpije deri në një gjendje që pacienti ankohet për dhimbje të tërë trupit, eventualisht shpina, qafa. Kjo çështja e vitaminës D3, me sa di doktor, në kohët e fundit shumë është përhap. Më herët unë nuk i kam dëgjuar mjekët e vjetër që e kanë potencuar shumë vitaminën D3. Po, sidomos... Po flasim për disa smundje, jo të kockave, jo të eshtrave. Për shembull, me sa di unë, nëse ke mungesë të vitaminës D, mund të shkaktojë depresion, mund të shkaktojë ankthje të ndryshme. A është e vërtetë? Shumë e saktë, vitamina D3 me herët është menduar vetëm lidhur me kockën, po si duket hulumtimet e fundit kanë treguar që ajo ka rëndësinë në metabolizmin e organeve, organizmit. Do thotë, vetë qeliza ka nevojë për vitaminën D3. Vitamina D3 realisht është hormon. Te popullata jonë, në shumicën ndërmuese vitamina D3 është në nivel të ulët. Edhe kjo jep edhe simptomat ndryshme. Në mënyrë natyrale, për shembull, është mirë që dilet në diell, apo si provitamina, apo? Shumë e saktë kjo, po nuk i mbush përsëri nevojat e organizmit. Kriteret nuk i mbush, apo? Patjetër që ne do ta marrim shtojc diçka, apo shtojc, po. Për të ndërlidhur te kjo çështje që e trajtuat ju mënyrën e jetesës, domethënë shkurt e qartë i bie edhe që mënyra të jetuarit do të jetë pak më e mirë për mos të ardhur deri te këto dhimbje. Ushqimi, fjetja, ku e diunë, më thon gjitha këto gjëra a kanë të bëjnë edhe me... Po gjithsesi, sidomos ajo që quhet jeta sedentare, kur personi qëndron 8 orë në punë në karrige, duart mbi tavolinë, një pozitë jo të mirë, patjetër që ajo do të çon një dëmtim të shtyllës korrizore. Meherët ky stili punës nuk ka qenë për shkak të industrializmit. Edhe është koha moderne, kjo dhimbja e shpinës është tipike e kohës moderne. Gjithashtu ashtu si e përmendet, te keq ushqyeshmëria, ushqimi vetëm me high carbo, karbohidrate, kjo çon deri te rritja e nivelit glukozës, pastaj në nivelin e rritjes glukozës rritet insulina, dhe insulina jep inflamacion, pastaj inflamacioni jep dhimbje. Mos aktiviteti fizik, këtë rast shumë pak njerëz tani merren me aktivitet fizik, shumica
qëndrojnë shtëpive, vërdall, kafeve, ose ulur ashtu gjatë punës dhe kanë harruar aktivitetin fizik, si pasojë e kësaj vijnë deri te patologjitë e kurrizit. Para emisionit më thanë që ndër sëmundjet e para është hipertensioni i përhapur. Dhe menjëherë e dyta është shpina. Dhimbja e shpinës, simptomi. Po bukur. A është i rrezikshëm kjo çështja e dhimbjes së shpinës? Shumë mirë e ke pëtëncu, në nivel global, kur flasim për epidemiologji, për hapjen e sëmundjeve, mes shpeshi, tensioni po, për mes shpeshi pacientat ankohen për shkak të sëmundjeve respiratore, këtë rast tek gripi, gjatë sezonës e gripit. Dhe ankesa e dytë vije për me njëherë dhimbja e shpinës. Kur flasim për përhapjen, atëherë 12 deri në 30% e popullatës në rang botëror vuajnë nga dhimbja e shpinës, që i bie thuajse 1/3 e popullatës. Subhanallah. Po në Gjermani kam lexuar një artikull që 4% e punëtorëve e humbin vendin e punës për shkak të dhimbjes, po. I që i bie edhe shteti vuan pasojat, kur një qytetar i tij ka të lashë me dhimbje, për arsye se do të merr pushimin mjekësor vazhdimisht. Do t'i paguën shteti, do t'i kushtoj shteti. Do të më ndru vendin e punës, sepse ai nuk punon me qëndru, etj. Ka pasoja të mëdha. Fatmirësisht, shumica e llojeve të dhimbjes është dhimbje mekanike, që i bie nuk janë serioze. Aty që më pyeta është serioze. Nuk janë serioze, për shkak është muskular sprain, zgjatje muskujve, ligamenteve, diskut, etj. Dhe kalon. Sipas dënave, deri në 6 javë shumica kalon, kurse një pjesë e madhe brenda 12 muaj, 21% e kësaj dhimbje kalon e tërë. Po dëgjojmë për disk hernin. Çka është disk hernia? A është e rrezikshme? Edhe a mund të del disk hernia te MRI-ja? Po, pyetje e bukur, ndërmjet vertebrave, unazave, si thot populli, kemi diskun apo jastekun. Kjo është për shkak të mbrojtjes, të vibrimit, nëse zgjerohen këto, doktor, dhe a ka gjasa të shërohet nëpërmjet operacionit? Se shpesh i kemi parë, janë fut në operacion, janë bëu dhe ma keq. Pikë parë unë kisha shkuar ka gjasa mu shëru pa operim. Atë të flasim një pse dëmtohet një disk. Shumica e dhimbjeve është mekanike, që çon deri te dëmtimi i diskut. Po dëmtimi i diskut këtë rast nuk vije brenda ditëve. Ajo është një sëmundje degenerative që vije brenda viteve. Gradualisht, për shkak të inflamacionit që ndodh aty, për shkak të pozitës, peshave të rënda etj, vije deri te dëmtimi i diskut. Në momentin që ka një inflamacion, disku zgjerohet, dëmtohet, edhe është një nerv sinovertebral nerv. Kur pezmatohet, ai nerv jep dhimbje. Por në raste më të rralla, kur disku qahet, ruptura e diskut dhe prek komprimon nervin, i cili kalon afër, atëherë jep pezmatim apo ndezje edhe te nervit. Këtë rast ne e quajmë radikulitis, apo i bie ndezja, inflamacioni i rrënjes së nervit. Edhe prezantohet me dhimbje të shpinës. Por nëse kjo vazhdon të jetë e tillë, edhe jep edhe deficit neurologjik, i bie që ka mpirje, dhimbje të poshtë këmbës, shpeshherë edhe në rastet më të rënda shkon deri tek foot drop apo humbja e forcës muskulare të gishtit tregues, gishtit të madh të këmbës, kur i themi pacientit me bëj ekstenzionin e gishtit, ai nuk mund ta bën. Kjo i bie që është dëmtuar njëri. Ekstenzioni më i tregu pak. Ekstenzioni është kur e ngrit fleksio ekstenzio ç'është. Kur e ngrit gishtin lart, një pjesë që mund ta bën çdo kush, i thush gishtin e madh të këmbës me ngrit lart, duke e mbajt me pesh, duke e krahasuar gjithmonë me këmbën normale, ti do ta vren sa është forca muskulare. Pas kësaj ti e kupton se sa është nervi i dëmtuar apo jo. Nëse ka dëmtim dhe ka deficit neurologjik, i themi radikulopati, që është më serioze. A mund të shërohet disku? Është vështirë të themi që shërohet, pasi është dëmtuar, është degeneruar, është plakur, po procesi metabolik, fiziologjik që organizmi ka, përmes procesit zakonisht çka japin? Përmes apoptozës, shpeshherë kurret i disku, lirohet inflamacioni në rrënjën e nervit, edhe pacienti thotë u shërova. Realisht është kur 1 deri 2 mm ka dëna që mund të kurret, po plakja apo degenerimi
persistoni diskut. Nuk është shëruar Sa për t'ju hequr dhimbja, me një aspekt. sa për të hequr dhimbja, eksakt. Këtë rast, kjo është proces fiziologjik edhe pa ilaçe. Po ndonjëherë mjek japin kortizonik. Gjithashtu edhe unë mendoj që përveç kortizonikeve, vitamina D3, magneziumi, K2 jepen si antiinflamator edhe ka një efekt. Kam dëgjuar ndoshta edhe themi gjallë shërues. dikush po jep margarinë, pi thotë, është e vërtet? Kjo jo, nuk kam dëgjuar. Nuk e dëgjuar. Po është e mundur mjekësinë alternative. Alternative ndoshta. Po si them, do të shikora ka evidenca Ka efekte, mjekësore. Po edhe evidenca mjekësore, si them, do të bëhet një punim. Tash na u futëm brenda thelbit. A do thotë çdo dhimbje në shpinë është e rrezikshme? Jo, nuk do të thotë. Thjesht për shembull je djersit. Po. Edhe siç i themi në popull promoja ka hapa, po. Po. Rëmimet, këtë dione. A tash normal ty të kap shpina. Tash, a do thotë që është e rrezikshme për çdo apo ku është ai kufini që ne duhet mi i thonë një person, apo ju, se në këtë rast na nuk kemi mjek, ju mi i thonë një pacientit, një të smurit, një personit, mi i thonë që këtu e ke limitin dhe ti tani duhet të shkosh te mjeku. Shumë pyetje me vend edhe tehet profesionale. Na e tham që shumica e dhimbjeve të shpinës e ka një kohë edhe kalon. Shpeshherë mbrana 6 jave kalon, pacientat marrin paracetamol, ibuprofen e tjerë. Edhe kjo është dhimbje tipike mekanike. Kur do që pacientit lajmërohet te mjeku, ndoshta të fillojë edhe me ekzaminime radiologjike e tjerë, kur shifen dhimbja është persistente, edhe vazhdon ka këmba. Nuk është vetëm e shpinës tashme, po. Edhe që i themin ato që e përmendëm pak më herët, radikulopati. Rregull, kurse kur është urgjencë, një pacient që tashme e din që ka të lashë me diskun, një urgjencë që duhet më lajmëru patjetër te mjeku, është kur dhimbja tashme paraqitet në 2 këmbët. 2 këmbët, e dyta kur ka mpirje në regionin perianal, dhe e treta kur nuk arrin t'i kontrolloj inkontinencë urine dhe ani, nevojat fiziologjike nuk arrin t'i kontrolloj, tu flasim për një urgjencë në neurokirurgji apo e kirurgji spinale. Deri çat mos mund me shku që vetë urinon, domethënë pa e ndi me një aspekt, sfiktirat nuk punojnë. Po, ajo është që duhet më lajmëru sa më parë te mjeku, edhe është për ndërhyrje kirurgjike. Dhe kjo quhet sindroma cauda-equinea, kur disku është dëmtuar, dhe jo vetëm disku, mund të jetë një masë tumorale e tjerë, por po flasim për diskun, edhe e komprimon gjithë palcën korrizore. Gjithë nervat që kalojnë, sidomos te niveli L4, L5, L5, S1, atëherë jep këto patologji. Lumbale sakrale atë po. E kjo është gjendje serioze. Një prej problematikave, sidomos te shqiptarët. Po themi ndoshta edhe jashtë shqiptarëve në Ballkan, vetë mjekimi. E sheh për shembull vllaun e vet apo dikon prej shokëve ka të smut, e ka një simptom caktuar, mjeku ja ka përshkruar, edhe i thotë merre çet ilaç, sepse mjeku ma ka përshkruar të njëjtat simptome i ke edhe ti sikur une, dhe shkon shqiptari në barnatore e merr ilaçin pa asnjë përshkrim të mjekut. A është kjo rrezikshme? Edhe çështja për shembull shkon hajde merr analgjetik, po e zo, që nuk është edhe shumë e rrezikshme. Mirë po kur futet tek kortizoni, kur futet tek antibiotikët, që e dëmton imunitetin, çdo është ai problemi, a ki mundësi një këshill më dhon vëlla, më thonë miletet popullit më i tregu që nuk bën kryet viti me shku te mjek, te mbarnatore dhe me e marr ilaçe dhe vetë pushëru me një aspekt. Po, kjo është pyetje me vend. Shpeshherë pacientët trajtohen vetë, po ka një limit. Kuptimin që nëse ka dhimbje mund të përdor paracetamol, ibuprofen, nëse ajitën e që i themi, ilaçi pa lejen e mjekut, mund shkojnë pa problem, kuptohet që nëse nuk ka të lashe tjera, gastritis që mund ta përkersojnë gjendjen. Edhe e marrin vetë. Është vërtet që e dëmtojnë këto analgjetikët edhe mëlçinezis heparin? Po, gjithsesi. E dëmtojnë, apo? Por nuk mund ta përdorësh ti në vazhdimsi. Po 3 muaj ose 12 muaj, vazhdimisht. Ne i japim një tazojmë më shpesh të japim ibuprofenin apo grupi familjen e tij. Po. 7-10 ditë 2 javë. Apo kupton dhe përsëri e thirrim pacientin a je më mirë apo jo. Se duhet shikuar pastaj bën ekzaminime, një radiologji e thjeshtë, një radiografi, ndoshta është një listezë
që të do t'japësh, sa t'japësh antiinflamator dhe në krym punë. Do të thotë, ose është një tumor, ose është një infekcion. Për këtë rast, trajtimin që marrin, sidomos ka dhe antibiotik, jo vetëm tek dhimbja e shpinës, po infeksionet përgjithësi, pacientët e marrin vetë, nuk është në rregull. Antibiotiku që përdoret te ne, përdoret pa kriter. Po, pa kriter. Për një grip, për një flonë e merr antibiotikin virale, nuk është bakteriale. Kuptohet që antibiotikun do ta marrësh kur ke infekcion bakteror, edhe kur ke qelp, absces, flegmon, ose të ne spondilodiskit, infekcion me bakter i diskut, po jo ta marrësh për dhimbjen normale, se nuk reagon, sepse nuk është infekcion me bakter. Analgetikun po, ajo që e përmendë pak më herët edhe kortizonik. Kortizonik po, desha. Kortikosteroid, po, tash me pacientët. A fut fik me 2 teha, që i kam thonë, apo? Ata doktorët e vjetër i kam dëgjuar thonin që kortizoli o thik me 2 teha, kortikosteroidet, do të thonë. Po ja, për shembull, me kortikosteroid, tabletar, po edhe me infuzion, kuptohet që ul inflamacionin sistemik tër trupin. Edhe pacienti ndihet më mirë, edhe të dhimbja e shpinës qafës. Ma bëllall po ta ndërpres. Shkon te mjeku, edhe mjeku i jep Lendacin, edhe i jep Lemot, kortikosteroid. Lemot, sakt. Për 30 qotë në komë. Edhe ndoshta smundja nuk është shëru, ai po thot mua ka bo mirë. Po. Doktori mirë. Po. Ndoshta smundja ndoshta i vazhdon deri një javë. Apo ai nuk e kupton brenda që e ka smundjen. A mund të ndërlidhesh këto? Te ne jepen këto, po kuptohet në vendet e zhvilluara, nuk mund ta marrësh ti kortikosteroidin apo antibiotikun pa lejen e mjekut. Edhe të dhimbjet rrallë herë përshkruhet edhe në kohë gjatë, kurse si, vetëm në kohë shkurt. Kortikosteroidi, etilprednizolonit e ne përdoret më shpesh, dexazon, ka efekt ansor përsëri në kock, osteoporozën i jep. Apo kupton? Deshta me ty të osteoporozën, pastaj të jep ty frakturë. Dëmtim melçis, lukthit, gjithandej. Është thik me 2 teha, duhet përdoren mas caktuar, në kohë shumë të shkurtër. Shpesh na përdorim si lloj test sa po reagon tek po reagon, po jo pa lejen e mjekut. Disa analizat mëlçis kur i bëjnë gjatë përdorimit të antibiotikëve, disa preparate, disa gjatë terapionit ju rriten analizat e mëlçis. Po, ajo për një javë, 2 javë edhe e rrit, subhanallahu, ç'është rrezikshme janë. Shumë e saktë kjo, sa metabolizmi kalon përmes veshkave apo mëlçis. Dhe ti e merr një antibiotik të ne që përshkruhet gjithandej prej fëmijërisë, prej foshnje, edhe paramendo sa antibiotik merr në Kosovë një pacient kur ka fillu prej 1 muaj, 2 muaj nëse ka pas një infekcion, deri moshën 40 vjeçare, 50 vjeçare, ai çdo 2 muaj, 3 muaj, dhe çka i bën organizmit. Edhe nëse merret pa kriter. Kjo nuk kam parë. Edhe shesh çdo 2-3 muaj smuhen. Çdo 2-3 muaj. Kjo është dëmtimi i sistemit imunitar. Patjetër, antibios, kundër jetës apo kupton. Ti do të hapesh me indikacione shumë të rrepta. Do të bësh antibiogramin, urinokultur, CRP-n, sedimentim. Pastaj do të vendosesh për çfarë lloj antibiotiku, jo vetëm paushall. Në cilën është rezistent, cilën nuk është. Por gjithsesi, po. Subhanallah. Një prej çështjeve është edhe osteoporoza, që është shumë e përhapur. Po, para se të kalojmë te osteoporoza, se kaluam digresion bëm, MRI del. Po, MRI nuk e trajton. Del, që është i dëmtuar disku, pacienti nuk ka dhimbje. Është i dëmtuar, mirë, po pacienti nuk ka dhimbje. Kjo është shumë e vërtetë. Si ka mundësi kjo? Po kjo mundësi sepse akoma nuk është arritur çaj inflamacioni që është afër nervit dhe nuk jep dhimbje. Është në fazë, në proces, është me një. Po, shpeshherë pacienti ka shumë dhimbje dhe MRI-ja tregon mirë. Se inflamacionin ti nuk mund ta shohësh në MRI. Çfarë dua të them me këtë? Arsyeja është se ne nuk e mjekojmë MRI-n, e mjekojmë pacientin. Dhe jo më njëherë me fillu me terapi tashpra, nëse pacienti është me dhimbje të qetë, mund të fillosh me fizioterapi, analgetik, ndoshta MRI-ja tregon që është një disk i dëmtuar shumë, edhe mendja të shkon te operimi, jo, hap pas hapi do të reagon. Por osteoporozën. Edhe osteoporoza, një smundje e përhapur, ka të bëjë me rrallimin e kockës, arkitektura e kockës, me kohën fillon të dobësohet.
Po është si një smundje e mshefur, për arsye se shpeshherë nuk jep dhimbje. Po shkon deri tek fraktura e qafës femurit ose zona pertoranterike në që i themi, apo edhe të shtyllës korrizore. Eshtnat me një aspekt edhe që vetëm një punë të lehtë e bën ti çohet. Një lëndim banal, njerëzim, shtëpi, edhe çohet për njerë. Ndahet në dy grupe, ajo që është më shpesh te gratë në kohën post-menopauzës, edhe osteoporoza senile, që është në pleqeri. Çush vjen ajo? Si vjen? Domethënë, shka etiologjia? Po, çrregullimi i hormoneve. Kurse në pleqeri aktiviteti i osteoblasteve bie, edhe kocka fillon të dobësohet. Por tani edhe gjatë frakturave ne vendosim shpeshherë në gips, trajtimin konservativ që e përmendëm pak më herët. Po këtu nuk rekomandoj me mbajt gips 2 muaj ose 3 muaj. Për arsye se mos lëvizja e kockës tetiva të shtrënguara po nyjes muskujt çon deri tek osteoponia, eventualisht deri tek osteoporoza. Mund ta shëron kockën, po për shkak mos mobilizimit të hershëm dëmtohet aktiviteti i kockës, shëndeti i kockës. Si trajtohet? Me çka trajtohet? Po kjo përsëri ti do ta bësh në fizioterapi sa më herët. Me vitamina, sepse jep atë sindromën Sudeck atrofi, do të thonë. Kalciumi edhe vitamina D ndikojnë. Po D3 gjithsesi, kalcium, K2, magnezium, edhe fizioterapia. Njësi të posaçme kështu sa duhet. Po rekomandoj 4000 njësi, nuk rekomandoj çdo ditë. Çdo ditë 4000 njësi. Atëherë për fund doktor, na trego arritjet e ortopedisë në Kosovën tonë të dashur. Sakt. Ashtu si e përmenda pak më herët, unë ka ra me dal jashtë, edhe me pa sa është niveli i mjekësisë, i shkencës jashtë dhe tek ne. Fatmirësisht, në këtë kohë, pas liberalizimit vizave, shumë prej mjekëve ju ka ra me dal ashtu sikur mu, edhe që jemi, si të themi, përvojë, ato që kemi pa, mund të realizojmë tashme edhe në vendin tonë. Dhe kjo do të shpije në zhvillimin e mjekësisë në hapa shumë të shpejt. Unë për vetën time jam i kënaqur. Shumë procedura që nuk janë realizuar deri më tani realizohen në Kosovë, sidomos kur flasim për protezim, protezat, revizionet, me parë janë bërë jashtë Kosovë, Shqipëri, shpeshherë shkojnë pacientat edhe në shtetin fqinje, po tash realizohen dhe nuk ka nevojë të dalin jashtë Kosovës, vetëm ndoshta për një segment, një lëmi ortopedin onkologjike, ndoshta pak kemi ngecur këtu, por një pjesë të madhe realizohet në Kosovë. Një problem është që na shqiptarët nuk ja dim hakun, nuk ja japin hakun popullit tonë, apo specialistëve tonë, apo profesionistëve tonë. Vinë njerëz të huaj në Kosovë, mjekun e kanë në Prizren, mjekun e kanë në Prishtinë, shkon fillon qytetin apo fillon qytezën, vetëm se fol një gjuhë tjetër, jo shqipe, i duket që është më profesionist se sa i veti. Kjo është problem i Kosovës tonë. Allah të shpërblet doktor, ishte kënaqësi, biseda, inshallah, nuk do ta lëm me kaq. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.